si kesh të shpjegu punën e bezit. Bezi i ka domethënë 3 mirësi për aronien. Për shembull, bezi e mbron barojen mos me dal. Tjetra, nuk krijon kur smundje nga toka, se zakonisht smundjet vijnë gjithmonë nga toka. Edhe po kur të vinin aroniet, ja veç fije që bin, ajo makina që i vjen aroniet bin të mbell. Po na e shpjegon rëndësinë dhe përfitimet nga përdorimi i agrofolis. Rasim Hoti, menaxheri një kompanie e cila merret me prodhimin dhe përpunimin e aronis, thotë se për kulturën e aronis nuk duhet të ndërtohet toka në formë korrite, por përdorimi i agrofolis, krahas evitimit të barojave, sipas tij, luan rol edhe në mbrojtje nga sëmundjet dhe ekuilibrim të sasisë së ujit dhe plehut. Kur si kemi pas bezet, në mas pakti 10 ditë, 15 punëtor llogariti 10 ditë derisa i kemi përfundu barojat. Tash si s'kam nevojë për punëtor, i marr punëtor domethënë vetëm të rronja, po me shumë pak shpenzime. Barojat na këto bezet na kanë kushtu, mirë po kanë nxjerr veten. Lagështien e bën, lagështien për çdo sen. Për shembull, nuk mund gjetë edhe smundjet ndryshme prej tokës e mbron çdo sen kjo bezi. Kjo është e preferuar domethënë që na kanë ofruar. Ndryshe nga Rasimi, fermeri Najmuka nuk posedon agrofolin në të mbjellat e tij me aroni. Ai kishte mbjellur këtë kulturë në vitin 2016. Dhe aso kohë nuk përdorej kjo teknikë mirëfillt. Ai ka rreth 2 hektar të mbjellur me këtë kulturë. Mungesa e agrofolis thotë se ka ndikuar në kostën e prodhimit të tij. Ne për shembull, pasi që deri sot nuk e kemi përdorur agrofolien, kemi qenë detyruar që brenda një viti spaku 4 herë të realizojmë procesin e frezimit të aronijave, me çka na merr kohë, mund, besa edhe në aspektin material dëmtohemi mjaft shumë. Kështu që edhe ne planifikojmë prej vitit të ardhshëm të përdorim agrofolien si rezultati shumë të mirave që i sjell përveç aspektit të material. Unë i kam vizituar disa plantacione ku përdoret agrofolia. Shumica prej fermerëve përdorin agrofolien edhe për mbrojtjen e rrënjve të bimës, edhe për mbrojtjen e fidanit bimës prej insekte ndryshme të cilat qëndrojnë çdo plantacion. Mirë po, problemi vetëm është i sistemi i ujitjes pik-pik, i cili nëse vendoset përfundi agrofolias, rrezikon mu mbyll. Disa prej fermerëve kanë praktikuar që sistemin e ujitjes pik-pik ta qesin mbi fidane ashtu siç janë vendosura këtu tek unë, kurse disa tjere kanë vendosur nën agrofolia. Kjo është dilema për cilën unë akoma nuk kam vendosur se si do të shkoj. Por para se të vijmë te përdorimi i agrofolis, detyra e parë se cilit fermer për mbjelljen se cilës kulturë është përzgjedhja e tokës, e cila saktësohet duke kryer analizat e saj. Profesori në Fakultetin e Bujqësisë Ahmet Zogaj thotë se pH-ja ideale për aroni është 6 deri në 6.5. Për kultivimin e suksesshëm të aronisë, në fakt duhet së pari të bëhen analizat e tokave, sepse përmes analizave të tokave na e dimë përbërjen minerale të tokës si edhe një parametër tjetër që është shumë i rëndësishëm pH-ja e tokës. Aronia më së miri kultivohet në pH-n 6 deri në 6.5. Mirë po, megjithatë, edhe nëse është toka pak më acidike, mund të përdoret për kultivimin e aronisë. Gjithashtu është e rëndësishme që toka të jetë në aspektin mekanik të jetë tokë e lehtë, si dhe të ketë lagështi të mjaftueshme për kultivimin e aronisë. Praktikisht, to janë tokat e lehta në të cilat uji kollohet lehtë, themi, pastaj bimët mund ta shfrytëzojnë shumë më lehtë këtë sasi të ujit, lëndët minerale ose ushqyese të cilat i duhen aronisë për kultivimin e saj, ose për ndërtimin e trupit, ose formimin e trupit të saj, janë më lehtë disponueshme ose më lehtë i shfrytëzojnë bimët dhe kësaj këto toka janë më të përshtatshme se sa toka tjera. Nëse flasim për shembull për toka të rënda,
atëherë aty uji qëndron nëse stagnon më shumë tokë, sistemi rrënjor ka pak më vështirësi për me depërtu, tokat janë shumë më të lagështa dhe kësaj këto kushte e pafavorizojnë kultivimin e aronisë ose edhe kulturave tjera. Për kultivimin e aronisë fillimisht duhet me u kry rezultatet e përbërjes tokës ku planifikohet më mbill aronia. Për këtë i kemi profesorët e Fakultetit Bujqësisë, përmes cilëve ne kemi kryer edhe analizën e përmbajtjes tokës. Duhet me qenë ka aciditja, tokë e cila nuk e ruan ujin, nuk e mundson grumbullimin e ujit në vende të caktuara, mirë po e mundson kalimin e ujit nëpër të. Pastaj përveç këtyre cilësive dhe karakteristikave të tokës, duhet patjetër që toka të mos jetë për një kohë të gjatë, mas pakti 3 vite e punuar me ndonjë kulturë tjetër bujqësore, duhet të ketë pushuar, është kusht për fillimin e kultivimit të aronisë. Pse është ajo arsye? Shkaku i vetëm, si tregojnë eksperta në publikimet e tyre shkencore, është për shkak të ruajtjes vetive organike të aronisë. Përndryshe, aronia nëse kultivohet në toka ndryshme, cilat rrezikojnë përmbajnë substanca dëmshme, pesticide, mineralet cilat nuk duhet jenë në përbërjen e tyre, atëherë e humbin edhe karakteristikat e tyre shëruese. Në vend ku flen uji, çdo bimë e pesh. Tashti domon toka aronisë është shumë e butë, tash nuk e diun mirë, po çka tokë si lloj e kuqe, tash pa diun se çu me shpjegu tokën ku nuk flen uji, ku e merr ujin, domon që nuk është, çu më thën, zuqina i them, që ku të bjen shi për shembull me flet uji, ajo nuk preferohet. Fidani i aronisë mbjellet në muajin nëntor. Prodhimi i plot fillon në vitin e 5. Prodhim viti i parë ka shumë pak prodhim, domon aty këtu, viti i dytë pak më shumë, i treti prodhimi fillon në vitin e 5, sikur tash, për shembull kjo është viti i 5. Prodhimi i komplet, domon që fillon prodhimin aronia. E për të arritur produkte të kënaqshme, pas teknikave lavërtare, duhet të kihet parasysh cilësia dhe sasia e ujit. Po 3 ditë patjetër, se kjo është nuk është për shembull si qet shumë. Pik, edhe 3 ditë bëhet 3 ditë pauzë. Po bëhet pas nxehtit. Me pas për shembull çu shakon si vjet shumë nxehtë, ka bëu vaki mëna një ditë, 2, s'ku guxu më tepër në pauzu që thohet aronia. Aronit llogariten si bimë shkure, të cilat kanë nevojë të theksuar të ujitjes, sidomos nga muaji qershor. Prej muajit qershor duhet vazhdimisht me qenë në sistemin e ujitjes pik-pik. Përndryshe, fruti i tyre do të mbetet shumë i vogël, megjithëse karakteristikat e përbërjes tyre ruhen shumë mirë, po mallësia e frutit të aronias mbetet e vogël. Ne këtë vit kemi fillu prej muajit qershor, akoma e kemi përmes sistemit të ujitjes të Ibërlepencit, akoma e kemi sistemin e vendosur, mirë po për shkak të kushteve atmosferike të favorshme kohët e funit me shi, nuk e kemi në përdorim. Ujitja, këto dojnë ujë shumë. Pa ujë, këto e kam një vend aty ku nuk ka shku ujë, mund edhe me ingjizu. Ndërkohë, aty është një vetëm kamet, domon trupi, aronia është thotë total. Na e kemi këtu sistemin pik-pik, e kemi atje bazenin, mushet bazeni me bunar. Edhe këtu kemi, domon vjen uji i qytetit prej Prizrenit, po nuk guxojmë me përdor, sepse inxhinieri nuk na ka preferuar se ka preparate ndryshme uji, dirën ulje, shampona, sana, edhe na ka thënë që nuk mundet me cilësu bimën bio. I kemi bunorin këtu, bunori ka mjaft ujë, me bunor e nxerrëm edhe qesëm në cisterne, pastaj me sistemin pik-pik edhe me pompën aty që kemi, vazhdon ujitja. Ujitja duhet domon çdo 3 ditë, në raston nxehtë, çdo 3 ditë patjetër. Edhe domon 3 ditë tani vohet derisa mjafton te bima.
Sistemi më i mirë tani për kultivimin jo vetëm të aronis, por edhe të bimëve tjera është sistemi i ujitjes pikpik, sepse përmes sistemit të ujitjes pikpik ne e kontrollojmë saktësisht sasinë e ujit të cilën ne e përdorim për ujitjen e aronis. Mund të përdoren edhe sisteme tjera të ujitjes, po atëherë toka ngopet më shumë me ujë, dhe si pasojë e kësaj kemi humbje të elementeve ushqyese të cilat janë në tokë dhe praktikisht kemi humbje edhe të këtyre elementeve të cilat bima më nuk mund të shfrytëzojnë. Pas ujitjes së mirëfillt, aronit ka nevojë edhe për plehrim. Lloji i cili përdoret është organik, pasi është pleh i deleve, i cili sigurohet nga blegtorët në malësi. Këtu është pleu, veç shihet pleu, shkepet pleu, e kemi frezën cik-cak, që ajo frezë ka kurtu shumë, e blu, një po shive gjithë qështë ka blu pleun. Fermeri Hoti thot se aronit e tij rriten edhe pa përdorur ushqime kristalore. Ushqime, na vetëm në kohën e vjeshtës, i mbledhëm bezat, edhe këtu për skrejt, tash mundëm nashta me vërtetu që ka akoma sasi të plejet, ja veç shihet, edhe plet dheve, i morëm plejen e dheve, e qesëm krejt për skajt, i mblojmë bezat, edhe jetë pleje, domthon tamam zihet qysh duhet, as nuk e dëmton bimen, edhe ka domthon ushqim të mjaftueshëm. As pleh kimik kur fare këtu, as pleh kimik. Stërpokje në sen për në mizën e sen, absolut. Kjo tamam bio, asnjë gjë domthon që përket barnatues na, barnatura lehtë mundet më mbyll për çështjen e aronive tona, se s'morëm asnjë sen. Ndërsa fermeri Uka thot se ai nuk përdor as plehun organik. Aronia preferohet me u pleru me vetëm me pleh natyral, me pleh të lëvëve, të shtazëve, mirë po me plera tjera nuk preferohet. Unë personalisht nuk kam përdor as pleh të lëvëve apo çfarëdo pleje tjetër. Aronia tek unë janë të kultivuara vetëm në ndikimin e ujit e diellit, asgjë tjetër. A përdorni ushqime kristalore? Jo, absolutisht. Ky ka qenë shkaku i vetëm pse analizat e produktit aronias në plantacionin tim ka ndalë gjithmonë mbi mesatarin e analizave që rezultojnë edhe në Evropë, në Poloni, në Çeki, në Slovaki. Që janë një farforme bio, se janë bio, se janë organike, unë e posedoj tani që nga ky vit edhe certifikatën organike, nga Organika, një organizat e Sarajevës, e cila është akreditume, prej trupa akredituese. Ky akreditim, si bioprodukt, Uka thot se po ja mundson tregtimin e aronis në tregjet e jashtme. Për koincidencën e sot e kam pranu një telefonat nga Australia, ku janë kërku produktet e aronias, sasia, çmimet, mundësia e transportit tyne për në vendet ndryshme të arabe. Është një panajer i cili pritet me u mbajt në Dubai, edhe menaxheri kryesor i shitjes që nga australian, i cili më ka telefonuar përmes emaila, jemi në kontakt me të. Sa po e ka shiku certifikatën organike, atëherë ai ka vendos kontaktit me mua. Kultura e aronis llogaritet si një bimë shumë rezistente ndaj sëmundjeve. Dëmtues të tyre mund të jenë insektet. Jo, s'ka smundje. Nuk, se kjo nuk e di pse, po nuk ka smundje. A keni njohuri, domethënë, ka ndaj smundje dikun tjetër? Shiqo, na kemi pas çka kemi ndëgju pi tjerëve, një farmize ku të fillon lula e dëmton lulën. Mirë po na s'kemi guxuar mi serpik me kurgjë hiq, vetëm ku ka pas për shembull miz, kemi marrë shampon tenve, e kemi marrë 2-3 ligjena ose lavaboa të vogël, e kemi shkep edhe jenë largu përfundimisht. Megjithëse neve nuk na kanë ndodhur kështu hiç, po na kanë preferuar në rast se ndodh me sulmu miza, e kemi na që metodë me përdor. Jo me përdor pesticide, jo me kundra mizës, jo, absolut.
aronia jo veç organike, po edhe ajo jo organike është e njoftune si njëne prej fidone që reziston si kushteve atmosferike të ftofta, po kushteve atmosferike si smundje ndryshme. Në plantacionin ton akoma nuk kemi hasë ndonjë smundje që i atakon aronia. Dëmtuesit më të mëdhenj të kësaj kulture po vlerësohen shpendet. Për të mbrojtur nga ta, Hoti thot se kanë montuar pajisje që lëshojnë zërat të shpendve grabitqar. Tu është një falloj shpendze, ne i thojmë gaget zion, janë pak më të vogla si qavat, po ato vinë ushqien me këto. Po sa ushqien ato, nuk na kesh kushtu shumë neve, po ato ma shumë e gjynë në tokë. Gjatë ushqimit e gjynë në tokë, edhe mushet toka kretë. Edhe ne jemi detyruar me kriju zonën e Shqiponjas për punë që me i largu. S'kemi pas qef me dëmtu ato si shpenzë, edhe largimi i tyre bëhet përmes zonës Shqiponjas si janë dëgjuar edhe jo vetë. Para 2 vitesh kemi pas problem me zogj, një lloj zogu të vogël, e cili ka vepruar në plantacionin tonë, na e ka përgjysmu sasin gjatë vjeljeve. Breshëri, i cili është ndër dëmtuesit më të mëdhenj, i të mbjellave për këtë kulturë, po rezulton të mos jetë problematik. Fatmirësisht aronia shumë pak apo fare nuk dëmtohet prej breshërit, se është kokra, fruti aronis është edhe vetë aronia, degët e saj janë elastike. Nëse goditet prej breshit e posedon elasticitetin e vetë që nuk dëmtohet. Krahas qëndrueshmërisë që kanë ndaj breshërit, aronit janë të qëndrueshme edhe në temperatura të ulta. Këtë e pohon profesori në Fakultetin e Bujqësisë në Prishtinë Arben Mehmeti. Ai në kohën kur e intervistuam, ishte duke realizuar një ekspedit disa ditore me profesor dhe student të Gjermanisë dhe Kosovës në vendin tonë. Ky bashkëpunim kishte filluar në vitin 2005. Dhe tashmë vetëm sa është rrit dhe janë siguruar edhe fonde për të shkëmbyer, jo vetëm studentët, por edhe personelin nga të 2 universitetet. Aronia i përballon mjaft mirë temperaturat e larta dhe të ulta, e sidomos është shumë e rëndësishme për temperaturat e ulta, të cilat tani më në kohëve të fundit për shkak të ndryshimeve klimatike po mbretërojnë vendin tonë, gjithashtu edhe të lartat, aronia mund të përballon temperatura, do të thonë deri -30 gradë. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme gjatë dimrit. Sipas profesorit gjerman, aronia i ka 3 lloje. Aronia i ka 3 lloje dhe që të 3 janë me origjinë nga Kanadaja dhe Amerika Veriore. Edhe në Gjermani e kultivojnë në sipërfaqe të vogla, rreth 500 hektar në mbar Gjermaninë. Edhe ne kultivojmë aronin për shkak se përmban shumë vitamina dhe është e shëndetshme. E sa i përket sipërfaqeve të mbjellura me aroni dhe kultura tjera, përshtypja fillestare e profesorit tjetër gjerman ishte shumë djerrina, por ai sheh edhe diçka pozitive në këtë drejtim, biodiversitetin, të cilin na porosit që ta ruajmë. Shumë hapësirë e tokës është e pashfrytzuar dhe shumë prej tyre janë djerrina, të cilat do të mund të shfrytëzoheshin në mënyrë më produktive. Në anën tjetër, ju duhet të keni kujdes rreth resurseve natyrore apo biodiversitetit që posedoni. Nëse veproni si ne në Gjermani, ne kemi bërë gabime duke intensifikuar përse tepërmi agronominë dhe kemi dëmtuar biodiversitetin. Suksesi është që të gjeni një zhvillim të mirë të bujqësisë, por duke mos dëmtuar biodiversitetin. Në ndërkohë, aronit e pjekura tashmë po mblidheshin përmes makinerisë. Kjo formë e ka lehtësuar në masë të madhe procesin e mbledhjes. Vjelja fillon domon qytetar 7 orë, edhe sa më shpejt si vjelën për neve është më mirë se vjelja bëhet një herë. Domon një herë kryet vjelja, vjetë kemi marrë dhe makinën e vjeljes, na ka pëtu shumë, na ka kursy fuqi punëtore.
Sa ka lecu punën, tregona pak për maqinë. 90%. Domthon tash unë prapë marr punëtor për vjelje, po dikun 10% jesin kuserok maqina edhe jesin deg, 10% domthon 10% jesin deg, edhe shka jesin nëpër tokë. Po ato binë në bez edhe nuk përlyhen edhe muna prapë mi marr. Ky bezi domthon e ko onën të na pozitive, domthon edhe ronia kur të bjen në tokë nuk përlyhet as nuk kalbet. Me lan një javë ditë nuk e gjon kur gjon bez, sikur me najt në deg. Se tarveç domthon kjo ronia ka marr ushqimin çka ka pas nevojë, edhe kur të bjen në bez, veç ka vjen më mirë se të tjerët. Për neve na kushton se ajo letohet pak, amo se i përket ronisë ajo veç ka bëhet më kvalitet. Pas mbledhjes, i vije radha për punimit. Në komunën e Prizrenit është në përfundim e sipër fabrika që krahas shtrydhjes, të cilën e kryen tashmë, do të fillojnë edhe prodhimin e produkteve, ku Aronia do të shërbej si produkt përbërës. Ata, derisa na i treguan hapësirat që ishin në përfundim e sipër për linjat e ndryshme të përpunimit të Aronis, u ndalën te procesi që tashmë e kishin në prodhim, atë të shtrydhjes dhe ngrirjes. Aronia fillon duke u prodhuar, kuptohet, në përfushat tona, të cilat janë të mbikëqyrme në detaje, të cilët e kanë agronomët e vetë, të cilët e kanë të gjithë punëtorët e nevojshëm për kultivimin e saj. Dhe kur kalon prej fushës dhe futet në ambientet të mbrëmshme, elementi i parë që bëhet është pastrimi i Aronisë. Dhe pikërisht neve në këtë pikë jemi ku po pastrohet Aronia. Pasi të futet në fabrikë, kryhet pastrimi fillestar i saj. Kur të bëhet edhe kur vjen prej punëtorëve të fushave mrenda, atje bëhet një farë lloj seleksionimi fillestar. Domthonë fillon duke i larguar fletët, sepse për shkak të makinave përpunuese që e mbjellin frutin, atje mundet me pas edhe ndonjë shkop, ndonjë drum, ndonjë flet, mundet me pas me vete, mundet me marr edhe ndonjë parazit me vete, dhe atje mundohet mu pastrua fillimisht përpara se mu fut mrenda. Kur futet mrenda, përsëri një punëtor paraprakisht merret me to në ambientet e saja, kujdeset që me i pastru të gjitha, mos ka ndonjë të papjekur, mos ka ndonjë e cila është prishur, është kalbur, është shtypur, është ndrydhur, dhe më pastaj na hudhet në ujin e pastër. Domthon këtu është ujë ftoft, nuk është ujë ngrohtë, edhe nuk ka të keqe, që të gjithë domthon Aroniat kur pastrohen komplet. Dhe kjo është vazhdon me qenë ujë ftoft dhe jo i nxehtë sepse nuk e humbon kokën. Shiko. Dhe koka ngelet përsëri e pastër, që si e pastër. Është llogaritet e fortë, Pastaj vije larja e Aronisë, e cila kryhet në ujë të freskët. Në këtë pikë pastrimi bëhet me ujë të freskët, të pastër, jo të vluar, sepse ja humbën efektin, ja humbën elementin e dëshiruar shëndetësor dhe e cila sigurisht mandena mo nuk është e vlefshme për ato për të cilën po synohet me mrrinj prej saj. Në këtë pikë, edhe pse po shihet mbrapa me kishe po gurgullon atyna, nuk është ujë vluar, është ujë freskët, prej të cileve neve nxjerrim prej puseve të veçanta, nuk e marrim prej vadës ose prej ujnave të ndryshëm, po uji kërkohet me qenë ujë i pastër e i cili e mban të shëndetshme kokën e Aronisë. Pas larjes, kryhet seleksionimi i Aronisë. Pasi të kalon prej ujit dhe kalon në fazë atjena përsëri shikohet për gjatë periudhës, për gjatë rrugës së saj, mos ka pësuar diku ndonjë ndrydhje, ose mos ka pësuar, ose mos është bashkuar me diçka shtesë, ose mos ka marrë ndonjë, na rujt Zoti, ndonjë element, qoftë ndonjë krim, qoftë diçka mos ka shkuar bashkë me to, dhe për këto pastrohet mirë, detajisht, edhe mbetet vetëm kokrat. Mundohen që kokrat mu seleksionuar, domethënë me qenë të një formati, edhe me qenë parafërsisht gajbët të cilat janë me kokër pak më të madhe dhe me kokër të mesme. Pas selektimit, vije procesi i shtrydhjes së Aronisë. Neve jemi në nivelin fillestar, domthonjë jemi të përpunu vetëm Aroni. E përpunojmë të langshme edhe e shesim në kokra.
për me kalue në aspektin e langshëm, neve pasi ti përpunojmë tu, e pastrojmë, e fusim në përgajbe të ndryshme dhe është seleksionue, kuptohet, atër futët në për frizat apo frigoriferat të cilët janë i kemi 2 dhe të cilët kanë ngrirje të thellë, apo ngrirje të cilën është e nevojshme për aronin. E shojmë si mbas kërkesës që nevojitët që teknologët na rekomandojnë. Dhe në momenti kur kalon prej këtuj dhe futet mrenda palohet me kujdes, rregullohet me kujdes, mbulohet që mos me pas qasje prej të ftoftit në mënyrë direkte, po me marr ftoftin ngadal, kalon në ngrirje dhe më pastaj kalon në përpunim për me kalu në long dhe e cila bëhet gjysmë litri, kalon pije ditore dhe 1 litër dhe mësë në akshtu me vazhdu. Vetit e saja shëndetësore llogariten shumë të larta. Në aspektin e shëndetësor, aronia llogaritet një bombë e mirë për shëndetin e njeriut. Çdo njeri i cili konsumon rregullisht aroni dhe rekomandimet variojnë prej 1 filxhani në mëngjes deri 2 filxhana për gjatë gjithë ditës. Po foli për aronin, lëngun e pastër të saj. Dhe kryesisht ose tretet me ujë, ose pijet nëse është stomaku i rregullt, nuk ka ndonjë problematik, pijet dhe të mirat e aronisë janë të jashtëzakonshme. Duke filluar, lufton, do me thonë, të gjitha karcinoma dhe të gjitha smundjet e mundshme të kancerit. Pastron gjakun nga çdo radikale e rëndë e cila e dëmton edhe e lodhën trupin. Mandena, largon çdo toksin të trupit, e ngrit imunitetin në maksimum, sidomos kemi pas kërkesat jashtëzakonshme të shtume mbrapa pandemisë, në të cilën njerëzit kaluan pandemin, kaluan viruse dhe kanë marrë shumë aroni për shkak për me rrit imunitetin e tyre. Mandena, njeriu që përdor aroni e lufton sheqerin, e lufton stresin, e ngritën vigjilencën e trupit edhe ndikon në aspektin neurologjik jashtëzakonisht shumë për një performancë superiore për me filluar ditën. Andaj një smooth me aroni dhe me pemë tjera e përzime do t'ishte një perfekt për me filluar ditën. Efekti më i madh, cilin nuk e ka asnjë bimë në botë që njihet sot, është pastrimi i enëve të gjakut. Kushdo që vuan prej smundje të enëve të gjakut, prej hipertensionit edhe smundje tjera të enëve të gjakut, konsumimi i aronisë është një garancë jashtëzakonisht e sigurt për pastrimin e enëve të gjakut dhe preventimin e smundjeve të enëve të gjakut. Përveç pastrimit të enëve të gjakut edhe shërimit smundjeve të enëve të gjakut, aronia ka efekte jashtëzakonisht të mëdha edhe në preventimin edhe shërimin deri në mos të sheqerit në fillimin apo në stadiet fillestare të zhvillimit të diabetit. Përveç këtyre dyjave, produktet e aronisë, frutat e aronisë janë të njohur edhe për prevenimin e smundjeve kancerogjene. Fazat e hershme të zhvillimit të kancerit në organizmin e njeriut, konsumimi i aronijave e pamundson zhvillimin e qelizave kancerogjene. Sasia e përdorimit tyre preferohet mëngjes 4 deri në 6 kokra, varësisht prej gjendjes shëndetësore individuale të personit i cili i konsumon, varësisht prej a është hipotenzik apo hipertenzik, ajo mundet me u rrit apo me u zvoglu. Te kokrat e freskëta. Kokrat e thata përdoren në përzierje ushqimore, plori i aronias përdoret në mesa ndryshme, langu i aronisë preferohet 5 ml në mëngjes, 5 mbrëmje, kryesisht duke përcjell tensionin e gjakut. Nga se këto kanë aftësi jashtëzakonisht mëdha me zbrit tensionin e gjakut. Çmimi këtë vit nuk llogaritet i kënaqshëm, derisa tregtimi krahas vendit ton këtë vit synohet të bëhet edhe në shtetet e BE-s dhe jashtë saj. Vlera e tyre është dikon sillet prej 3 deri në 5 euro me shitjes me pakicë. Me shumicë ka ferment ndryshëm cilët shesin me çmime ndryshme. Vitet të kalume kanë qenë disa qendra grumbulluese, të cilët fermerët janë detyruar me i dërguar me çmim prej 80 centsh. Edhe disa prej tyre nuk i kanë marrë ato. Unë kontaktuam pothuajse për çdo ditë prej
kolegëve tjerë fermerë që kanë kultivuar aronia, edhe ankohen që i kanë dërguar pika caktuar me çitje se nuk janë kompenzuar akoma. Mirë po çmimi i shumicës nuk e ka lënë €1, për fat keq. Aktualisht jemi duke e kaluar dhe shqitur brenda Kosovës, sigurisht për nevojat e qytetarëve tonë, dhe në qytetet evropiane të ndryshme aty ku kemi qasja dhe ku kemi bo kontrata. Mini kontrata ose kontrata pak ma të mbaja. Aktualisht kapacitetet brenda vendit tonë variojnë prej 20.000 litreve, ama synimet tona mendoj që duhet me kalu 200.000. Aronia nuk duhet me kalu vetëm në formë plongut me pi, ose detyrimisht me pi vetëm kur të smuemi se kur jemi pa qef, sepse kjo frut llogaritët me qenë prej atyne të cilave njeri duhet me marrë si konsum ditor. Neve kemi bo plan që me kalu edhe në pije ditore, kështu për pikë qefit, me pije freskuse, kemi me kalu edhe në biskota, kemi me kalu edhe në kek, kemi me kalu edhe në qajra të ndryshëm, do me thonë të thatë, e elementet kësaj natyrës të cilat kanë me përfshin gjithë shka që ka të bëjmë me aronin në këtë format kemi me shku. Edhe pse është një bimë shumë e qëndrueshme dhe tepër e shëndetshme për organizëm, në vendin tonë, me aroni, për momentin, janë të mbjellura pak mbi 100 hektarë.